Të nderuar teleshikues, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin përjavshëm Besimi Krishter Orthodoks. Në këtë ditë Krishtlindje ne përshëndesim njëri tjetrin me përshëndetjen e Krishtlindjes. Krishti lind, lavdërojeni atë. Dhe pavarësisht se kemi kaluar festën e Krishtlindjes, kalendari liturgjik na fton përsëri të mblidhemi në kish në ditë veçanta mbas Krishtlindjes, datën 26 dhjetor, por dhe në dielën mbas Krishtlindjes për të kujtuar disa persona njerëzor, të cilët ishin jo vetëm dëshmimtar, por dhe pjesëmarrës në misterin e madh, ku fjala u bë mish dhe banoi ndër ne dhe soditëm lavdin e tij si lavdia e të vetëm lindurit prej Atit plot hir edhe të vërtetë, siç na thotë dhe ungjillori Joan. Në këtë ditë kisha kujton, siç thash, të tjerë personazhe që morën pjesë direkte ose indirekt në këtë mister të madh, siç është në datën 26 të dhjetorit mbledhja e të shenjtë Vigjerës Zonjës së Mari, por në të dielën mbas Krishtlindjes kujtojmë Shën Josifin vlesorin, Davidin mbret dhe Jakovin vëllain e Zotit. Por le t'i marrim me radhë për të folur për këta personazhe kaq të shenjtë që kujtohen me nderim mbas Krishtlindjes. E para flasim për mbledhjen e ylindsës së Përmbyshenjtë Mari. Është traditë që me lindjen e një fëmije gjatë ditëve të para, nënat pranoi urime dhe nga të afërmit dhe miqt. Të gjithë njerëzit e saj që e duan dhe nderojnë atë, nxitojnë ta shprehin dashurinë për gëzimin e tyre që ajo nën solli në jetë një fëmijë, një të sapor lindur, duke e mirëpritur pra këtë fëmijë në jetë. Këtë kuptim ka më së shumti edhe mbledhja që bën kisha në datën 26 të dhjetorit për Vigjeshën Zonjën së Mari, nënën e Zotit, hylincen, ajo që lindi fjalën në mish. Si një njeri i përsosur, Krishti merrte pjesë në të gjitha shfaqjet e jetës njerëzore. Po ashtu Maria është nëna natyrale e Isuit njeri. Ajo gëzohet dhe pranon urime dhe vizita prej besimtarëve ortodoks në shërbesa kishtare me anë të himnologjisë, por edhe në liturgjinë hynore që është lutja zyrtare e kishës. Kështu dhe kisha jo nxiton pra që të uroj nënën e Perëndis, t'i shpreh mirënjohjen e saj, ta uroj për lindjen e Perëndin njeriut dhe ta shoh shirusin e saj të sapo lindur prej Vigjeshës Mari. Çdo e kremte e kishës sonë shërben si një mundësi shpirtërore për t'u afruar më shumë me Perëndin dhe për të kuptuar nga misteret e Perëndis. Përfitimi më i madh në këtë mbledhje për Vigjeshën Zonjën së Mari është rivendosja e marrëdhënieve me personat që kontribuan, por në mënyrë të veçantë me të shenjtën Vigjeshën Zonjën së Mari, që, siç thash, kisha e nderon në mënyrë të veçantë si nënën e Zotit, ose me epitetet e tërshenjtë dhe hylindëse. Gjatë të kremtës së Krishtlindjes përjetojmë zbritjen e Perëndinj njeriut në histori. Biri dhe fjala e Perëndis bëhet pra mish, bëhet njeri për hir të hynizimit ton. Dhe Krishtin ton e sjell hylincja Vigjesha Mari dhe e lind në Betlehem të Judes, ku i gjithë njerëzimi e përgëzon dhe falenderon për këtë dhuratë hynore që zbriti nga qielli, por që na u dha ne nëpërmjet të shenjtës Vigjeshës Zonja së Mari. Të gjitha të kremtet, lutjet që kisha i afron hylincës e kanë rënjën e saj te kjo e kremte mbas Krishtlindjes. Në kohën e lash, pra në krishtemin paleo-kristian, ku nuk ishte evoluar akoma kalendari kishtar, e vetmja e kremte që dedikoi Vigjeshës të shenjtës Zonjës së Mari që ajo mbas Krishtlindjes, pra në 26 të dhjetorit, sepse thamë që kisha në shekullin e 4 vendosi të nderonte lindjen e Perëndinj njeriut, Isu Krishtit, në datën 25. Por kisha vendosi që në datën 26 të dhjetorit të mblidhet përsëri në nderim të ylindsës Vigjeshës Zonja së Mari. Saktësisht këtu pra në këtë datë e kanë pastaj të gjithë vazhdimsinë të kremtet për Vigjeshën Zonja së Mari. Dhe në nderim të saj që kisha mblidhet shpeshherë në kish gjatë vitit liturgjikal. Një çështje që lidhet me gjitha festimet e Krishtlindjes është se kisha e përjeton hylincën si dhuratën e botës për Perëndin,
si dhuratë të njeriut për Zotin, që vjen në botë si dhuratë për njeriun. Zoti vjen si dhuratë për njeriun prej Perëndis, pra flasim Zoti Jezu Krisht, sepse siç na thuhet edhe tek ungjillori Joan me fjalët e Krishtit, ai shumë e deshi Zoti botën sa Allah birin e tij që kushdo që beson në atë mos të mbas, po të ketë jetë përjetshme. Kisha katolike apostolike ortodokse i përgjigjen me të njëjtën mënyrë. Bota kaq shumë e deshi Perëndin sa që i dha atë Marin, që bukuria dhe pastërtia e saj zbulon kuptimin dhe përmbajtjen e botës, se bota u krijuan në thelb të në fillim e mirë dhe shumë e mirë. Dhe botën pra dhe gjithë natyrën njerëzore e përfaqëson e tërshenjta Virgjëresha Zonja Shëmari. Biri i Perëndis me anë të saj bëhet bir njeriu, një ndër ne, që na bashkojë me veten e tij dhe me anë të tij na bashkojë me Perëndin. Nëna e Zotit, e tërshenjta Virgjëresha Zonja Shëmari, e kreu shërbimin e saj kryesisht me ndihmën e Shën Josifit, kujdestarit i cili është një nga personat kryesor të lidhur me mjedisin e afërt të Zotit ton, kur ai erdhi në tokë si foshnjë dhe u rit si njeri. Pra, mbasi nderojmë tërshenjtën Virgjëreshën Zonja Shëmari me himnologjin aq të pasur që ka kisha jonë ortodokse dhe me një him i cili është një him që këndohet gjithmonë në shërbesat fetare dhe në liturgjinë rinore, të meriton me të vërtet lumërojmë ty lindsen, gjithmonë të lumturën dhe nënën e Perëndison, më të nderuar se kerovim me lavdëruar pa krahasim se serafimet, që pa u cënuar linde fjalën Perëndi, me të vërtet ju lindse ty të madhrojmë. Kisha mblidhet përsëri në të dielën pas Krishtlindjes, dielën e parë pas Krishtlindjes, të kujtoj një tjetër personazh dhe ky është Shën Josif Vlesori. Kush është Shën Josif Vlesori? Ai ishte një hebre me origjinë dhe pasardhës i mbretit të lavdishëm David, sepse duhet dim se Davidit ishte premtuar që nga fara e tij do të vinte Mesia ose Krishti. Kështu që edhe Josifi, siç na thuhet edhe te genealogjia te Ungjilli sipas Mateut, vinte nga fisi mbretëror i Davidit, po ashtu dhe Virgjëresha Mari vinte nga ai fis. Prandaj edhe Krishti si njeri lindi prej Virgjëresë Mari nga fisi mbretëror i Davidit. Por edhe Josifi vinte nga ky fis. Ai pra Josifi vinte nga Betlehemi, qyteti i Davidit, dhe emri i tij do thot i përsosuri i Zotit. Pra emri Josif do thot i përsosuri i Zotit. Por ai jetonte në Nazaret, duke punuar si marangoz, ai bënte një jetë të shenjtë. Dhe duhet dim që Josifi në kohën kur ju vu në kujdestari e tërshenjta Virgjëresha Zonja Shëmari, që doli nga tempulli në moshën 14 vjeçe dhe prindërit e saj tashmë ishin larguar nga kjo jetë dhe ai nuk dinte ku të shkonte, atëre priftërinjt e tempullit donin ta linin këtë vajzë të bekuar që ishte profetizuar nga profeti Izaria se ishte e zgjedhur e Zotit dhe ishte rritur në të shenjtat e të shenjtat të tempullit, nga një, si them, në një izolim dhe ndarje nga njerëzit mëkatar. Por pleqt dhe priftërinjt e kishës nuk dinin kujt ja besonin, u shfaqën disa pleqt të shenjt ose të devotshëm dhe u mor bastuni i tyre dhe u fut në shenjtërore. Vetëm bastuni i Josif Vlesorit, si them, lulëzoi. Kjo ishte shenja që Perëndia ja kishte lënë Josifit kujdestarim për Virgjëreshën Mari. Ai quhet Vlesor ose i fejuari i Shëmarisë për shkak të shërbesës fejesës që u bën në tempull nga pleqt dhe kryepriti Shën Zaria, por kjo nuk u bë për të përligjur një martesë ndërmjet Josifit dhe Virgjërë Mari, një martesë natyrale, por më tepër kishte një kuptim shpirtëror se sa natyral, siç na thotë edhe Shën Agustini, që ishte pjesë e providencës hynore, që të mbroj më vonë shtatzania e Virgjëreshës Zonja Shëmari nga shpirti i shenjtë, po ashtu të mbroj edhe foshja hynore që ishte në barkun e Virgjëreshës Mari. Duhet dim se në atë kohë kishte ligje shumë të rrepta, kur një vajzë shikoi shtatzan jashtë martese ose si them në kurvëri, atëre ajo dënoi me gur dhe vritej ajo dhe embrioni. Prandaj u bë dhe një fejes nga përkujdesja hynore ndërmjet Josifit dhe Virgjëreshës Mari, që duke parë këtë fejes njerëzit mendonin se ata ishin burrë grua natyral. Por nuk është
një marrëdhënie natyrale. Është më tepër një marrëdhënie shpirtërore, një kujdestari e Josifit ndaj Virgjesh Mari. Josifi, sipas traditës së kishës ortodokse dhe traditës së krishterimit të hershëm, ishte një plak në moshën 80 vjeçe, kur mori në kujdestari Virgjeshën Mari që doli nga tempulli rreth moshës 13-14 vjeç. Fejesa në atë kohë jepte të drejta një çifti për të filluar jetën bashkëshortore, por Josifi plak, siç thash, u fejua me shëmarin i shtyr nga pleqët e tempullit që ai thjesht të kujdesej për jetën e saj. Dhe me këtë feje, sipas providencës hyjnore, të mbulohen nga sytë e njerëzve shtatzania e Virgjeshës Mari prej Shpirtit të Shenjtë. Ashtu siç na tregohet edhe tek Ungjilli apokrif i Jakovit për hezitimin për të marrë në kujdestari Virgjeshën Zonjë Mari, dhe aty na thuhet ajo që thash ne më përpara se u përdorë një shenjë nga Perëndia, pra shkopi i Josifit lulëzoi. Dhe atëre ai mori në kujdestari Virgjeshën Zonja Shëmari. Dhe Josifi ishte një plak dhe kush pati lidhje trupore me gjithmonë Virgjeshë Mari. Kjo është shumë e rëndësishme, dashur të krishterë ortodoks, që mos bijem në herezit e heretikëve heterodoksve, që thonë një herezi, një blasfemi të tmerrshme, të dënueshme, duke e quajtur Josifin si një burr natyral të Virgjeshës Zonja Shëmari. Pra, thjesht Josifi ishte kujdestar. Të thuash të kundërshtën, siç thash, që Josifi nuk ishte kundërshtar, por ishte një burr natyral, është një blasfemi e mallkuar dhe unë e përsëris sepse duhet kemi kujdes, nga që neve sot mund edhe të infektohemi nga herezit që sot gëlojnë dhe janë shumë të aksesueshme, por ne ruajmë besimin tonë krishterë ortodoks, ruajmë traditën e kishës sonë dhe mësimet që na jep. Në vargjet ungjillore ku flitet për vëllezërit dhe motrat e Isuit, siç na thuhet për shembull, as është ky zrugtari biri i Marisë, vllai i Jakobit, i Joses, i Judës dhe i Simonit, dhe nuk janë midis nesh motrat e tij, dhe skandalizojnë për shkak të tij, është një varg të Ungjillit sipas Marku, kapitulli 6, vargu 3. Këtu pra heretikët, heterodoksët, bien në mashtrim, duke thënë ja, edhe Ungjilli dhe ungjillori Marku na thotë që ja ku janë vëllezërit e motrat e Isuit. Kështu që patjetër që Josifi dhe Maria kishin një lidhje natyrore që mbas lindjes virgjërore të Isuit, ata patën bashkim si burri me gruan dhe krijuan familje. Por, të dashur krishterë, kjo është një keq interpretim i shkrimit të shenjtë. Këta fëmijë që përmenden si vëllezërit e motrat të Isuit nuk janë gjë tjetër, por sipas traditës së kishës dhe interpretimit të saktë të shkrimit të shenjtë, janë bijtë e Josifit që i kishte me gruan e parë, sepse Josifi ishte një burr i i moshuar, dhe Josifi ishte bir i Jakobit, nipi Ilias, ishte kushëriri i Virgjëreshës Mari, pra ishte djali i motrës së Shën Anës. Dhe ai kur nuk ja cënoi Virgjërin Zonjës së Mari, siç ishte profetizuar për gjithmonë Virgjërin Mari tek profeti Jezekel. Le të dëgjojmë profecinë që tha profeti Jezekel në lidhje me Virgjëreshën Mari ose Virgjërinë e saj që nuk do të cënoi si para sa mbetej shtatzan dhe mbas lindjes. Pastaj ai më çoi drejt portës së jashtme të shenjtërores, që shikonte nga lindja, por ai ishte e mbyllur. Zoti më tha: "Kjo portë do të mbetet e mbyllur dhe askush nuk do të hyjë nëpër të, sepse në të ka hyrë Zoti, Perëndia e Izraelit, prandaj do të mbetet e mbyllur." Na thuhet tek profeti Jezekiel, kapitulli 44, vargu 1-2. Kjo profeci është përmbushur me lindjen vigjërore të Zonjës së Mari, ku fjala e Perëndis zbriti nga qiejt me vullnetin e Atit dhe nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë hyri tek ajo dhe nuk ja cënoi Virgjërinë. Por edhe kur lindi prej asaj si fjala e mishëruar, përsëri Virgjëresha Mari nuk u cënua në Virgjërinë e saj, mbeti e virgjër. Pra u realizua, si them, mrekullia e parë. Por kjo profeci e profetit Jezekiel do të realizohet edhe kur të vi
Zoti Jezu Krisht për herë të dytë që do vinë në qytetin e Jeruzalemit dhe do hyjë nga porta që është ende sot një mbetje e tempullit Solomonit, është e paprishur, është e mbyllur me mur dhe nga ajo portë do të kalojë Zoti për të gjykuar jo vetëm Izraelin, por për të gjithë botën. Pra, duhet ta njohim shkrimin e shenjtë jo thjesht në gërm, por në frymë dhe në interpretimin e saj që bën Kisha. Do të themi edhe diçka tjetër, në qoftë se Josifi dhe Maria do kishin një familje natyrore dhe do kishin bi dhe bija të tyre, si do ishte e mundur që Zoti Jezu Krisht, kur ishte në kryq dhe poshtë kryqit, ai pa nënën e tij dhe Shën Joanin, i thot grua ose zonjë, ja biryt, pastaj thot bir, ja nëna jote, i thot Shën Joan. Dhe ai thot, e mor në shtëpinë e vet dhe u kujdes për atë, si na thot tradita, për gjatë gjithë jetës. Atëherë, në qoftë se do kishim një familje natyrore, si do ishte e mundur që vetë birë dhe fjala e Perëndis që si njeri po vuante në kryq, që dha ligjin Mojsiut, ndero nën e babt kësht jetë të gjatë mbi dhe, si do prishte familjen, si do të ante nënën nga fëmijët dhe do t'ja besonte Joanit, që nuk ishte lidhje familjare, me Josifin dhe Marin. Prandaj, të dashur të krishterë, është një keq interpretim i heretikëve i reformës protestante dhe është një herezi e dënueshme që Kisha ortodokse nuk e ka pranuar dhe nuk do ta pranojë asnjëherë. Pra, e të shenjta vigjeresha zonja Shëmari, që e vigjeresh para lindjes, vigjeresh në lindje, vigjeresh mbas lindjes, quhet gjithmonë e vigjer, e pacënueshme, e paprekshme. Të paraqesit Josifin tashmë si një burr i ri, dhe këtë e shikojmë në disa piktura, në disa filma, në disa dramatizime, madje është futur dhe në ikonografinë ortodokse, është edhe ky një skandal. Sepse pavarësisht se duket diçka normale, por po të ndalojmë pak dhe ta shikojmë me syt e besimit të traditës sonë krishtere ortodokse, është një tjetërsim i moshës së Josif Vllasorit. Sepse tham që Shën Josif Vllazori ishte në moshën 80 vjeç kur mori në kujdestari vigjereshën zonja Shëmari. Dhe ai nuk mund paraqitet si një burr i ri. Nëse paraqitet si një burr i ri, atëre kjo nuk bëhet rastësisht, por bëhet për të justifikuar herezin e një martese natyrale ndërmjet Josifit dhe Maris dhe një familje natyrale, pra që vëllezërit dhe motrat e Isut që përmenden në Ungjil dhe ne interpretuam se kush janë ata, të quhen bit natyral të Josifit dhe të Maris. Kjo është një gënjeshtër e djallit dhe jo më kot e fut djalli këtë gënjeshtër si babai gënjeshtër që është, por të dhënë një marrëdhënie romantike ndërmjet Josifit dhe Maris si një burr dhe grua natyral. Por, thash, është një gënjeshtër dhe ne nuk duhet pranojmë të tilla piktura, madje edhe nëse janë në formën e ikonografisë, ne nuk duhet të pranojmë, duhet i hedhim me neveri, sepse aty fshihet një gënjeshtër e madhe, një blasfemi, një herezi kundër të shenjtës vigjereshës zonjë Shëmari, kundër vigjerisë së saj, edhe mbas lindjes. Ikona tradicionale të kishës sonë ortodokse, që janë besnike të traditës së hershme apostolike, gjithmonë e paraqesin Shën Josifin si një plak të moshuar, dhe këtë kemi si në ikonën e Krishtlindjes ose në ikonën e ikjes për në Egjipt, pra ai kur nuk paraqitet si një burr i ri. Njërisi e tillë e ikonografisë ortodokse në thonjza filloi në Amerikë dhe filloi me anë të një ikone që quhet Familja e Shenjtë, që e shfaq Krishtin ose në krahët e Shën Josifit dhe të vigjereshës Mari ose në mes, dhe po ashtu shfaq Josifin të vigjereshën Mari në moshë të re Josifi dhe vigjeresha Mari po në moshë të re, dhe duket sikur kemi një familje, një marrëdhënie dashurie të sinqertë, por edhe sensuale midis një burri dhe gruaje, dhe duket si familja e shenjtë. Jo të dashur krishterë. Kjo përsëri është një herezi. Pavarësisht se thuhet familja e shenjtë, kur në kishën ortodokse nuk është quajtur familja e shenjtë në këtë kuptim. Kjo ka ardhur në kishën
e perëndimin në kishën romano-katolike, pra është vendosur nga papët e kishës romano-katolike dhe nuk është vendosur nga gjithë krishtërimi, dhe në kishën ortodokse është ruajtur tradita që fëmia foshnjë hynor, Zoti Krisht, është gjithmonë në krahët e Virgjërës Mari dhe asnjëherë ose shumë rrallë paraqitet në duart e Josifit, sepse duhet të ruhet mendimi se Josifi ishte ati natural i Jesujt. A ishte thjesht ati ligjor, ishte kujdestar, jo atë natural. Prandaj, kisha ortodokse është kundër dhe kësaj ikone, familja e shenjtë, që fatkeqësisht u shfaq në Amerikë dhe u përhap si një lloj herezie, si një lloj sëmundje e fshetë, si një lloj virusi pa kuptim, dhe ka ardhur edhe këtu në vendin tonë, por fatmirësisht kjo ikon është goditur në kuptimin që është deskrituar si një imazh jo ortodoks. Madje një imazh që lë vend për herezi, për shtrembërim të gjithë të vërtetës, pra që Josifi ishte një burr plak, që kishte në kujdestari Vjegjeshen Zonja Shëmari, dhe kur ata nuk kanë pasur lidhje natyrore dhe fëmijë natyral, që si thash, pavarësisht se quhen vëllezërit e motrat të Jesujt, janë bijt e Josifit, bijt e Josifit që ishte një plak i ve. Kështu pra, duhet kemi kujdes. Shën Ambrozi Milanos, sërish në mbrojtje të mësimit tradicional të krishter rreth Shën Josifit dhe rolit të tij si bashorti i Vjegjesës Mari, na paralajmëron se po ta keq kuptojmë vargun specifik biblik, pra Josifi burri i Maris, ai thot se gjarë për i mosbesimit do dal nga stroflla i perversitetit dhe do të ngrej kokën dhe do të vijë paullsi nga zemra gjarpërore. Pra shikoni si e kishte profetizuar Shën Ambrozi Milanit, ky atë i kishës, që do vi dita që do keq interpretoj vargu që thuhet atje, e kemi në Ungjillin sipas Mateut, Josif që quhet burri i Maris, por burri i Maris në kuptimin ligjor, jo në kuptimin natyror. Prandaj duhet pasur shumë kujdes të dashur të krishterë, sepse këto janë disa zona të errta të shkrimit të shenjtë që bien heretikët, egoist dhe nuk i nështrohen mësimit universal të kishës. Siç thotë dikush, shkrimi i shenjtë nuk gabon, por interpretimi i shkrimit të shenjtë sjell gabime, sjell herezi, sjell skizma, sjell ndarje, sjell kisha të reja. Është absurditet të kemi shumë kisha. Kur Zoti është një dhe kisha është një, sepse kisha është trupi i Krishtit, atëherë nuk mund pranojmë se ka shumë kisha, se po të kesh shumë kisha e bie që trupi i Krishtit jetë i ndarë në copa, por nuk kemi më trup, kemi thjesht gjymtyr, por ne kemi trupin që është një, është kisha, dhe prandaj ne besojmë në një kishë katolike, apostolike, ortodokse, dhe nuk besojmë në kisha të tjera. Pavarësisht se ata e quajnë veten kishë, ne themi kisha heterodokse, ose skizmatike, ose heretike, pra që janë ndarë nga kisha ortodokse, si nga doktrina dhe nga misteret. Prandaj, le të qëndrojmë në kishën tonë ortodokse dhe të pranojmë mësimin e saj dhe mos të pranojmë na gudulisën veshët duke dëgjuar herezira të ndryshme, pavarësisht se ato shfaqen me një petk modern ose një petk, si them, romantik e diçka tjetër, ajo që tham edhe pak më sipër. Prandaj, këto lloj ikonash ne nuk duhet i pranojmë në shtëpitë tona, si ku paraqitet Josifi i ri ose familja e shenjtë, përkundrazi duhet t'i largojmë dhe t'i hedhim, nuk bëjmë mëkat, sepse përmbrojmë të vërtetën. Në troparet e kishës ortodokse lexojmë për Vjegjeshen e pacënuar, si një arkë mistike me shpirt. Asnjë dorë duhet ta prek, vetëm buzë prej besnikësh duhet të rresi me zë të madh. Gëzo Vjegjesh Mari, Zoti është bashkë me ty. Pra e kuptoni që asnjë dorë njerëzore nuk do ta prek të shenjtën Vjegjeshen Zonja Shëmari, sepse ajo është arka mistike e dhjatës së vjetër, pra arka mistike e dhjatës vjetër ishte një ikon për Vjegjeshen Zonja Shëmari, sepse ashtu si te arka mistike qëndronin 10 porosit në dyra saguri, pra fjala tashmë qëndroi brenda saj dhe u mishërua. Kështu që e të shenjta Vjegjesha Zonja Shëmari është më e shenjtë se arka mistike, sepse brenda saj nuk ka thjesht ras saguri me të shkruar me gishtin e Perëndis, por ka vetë Perëndin në trupin e saj që u bë mish
pra në personin Isu Krishtit. Kështu që asnjë dorë nuk duhet ta prek, si nuk prekte dora e njeriu të arkën dhe digjej, kështu dhe askush nga krijesat njerëzore nuk mund ta prek atë. Si mund të paraqitet Josifi tashmë duke i vënë dorën në krah ose në supë e Vigjershës Zonjën Shmari, si një lloj prekje romantike e një burri ndaj gruas vet? Jo, të dashur krishterë. A kuptoni se kjo është një e keqe shumë e madhe, është një herezi, është një blasfemi që hyn pa kuptuar dhe mashtron edhe ne të krishterë ortodoks. Shën Josifi quhet i drejt, jo thjesht sipas ligjit të dhjatës së vjetër, që thoshte sy për sy dhe dhëm për dhëm, që ishte ligji italionit, por i drejt do thot i mëshirshëm. Ai kur pa shtatzanin e Vigjershës Mari dhe nuk e dinte se ai kishte mbetur shtatzan prej ndërhyrjes së Shpirtit Shenjtë, edhe pse ligji kërkonte që ta nxirrte përpara popullit ai të vritej me gur dhe ai do ishte i drejt para ligjit, por ai kërkoi ta largoj fshehurazi, na thotë tek Ungjilli sipas Mateut. Perëndia duke vënë në provë Josifin, kur pa zemrën e tij të butë dhe të mirë, dërgoi angjëllin që i tha në ëndër: Josif, biri i Davidit, mos ke frikë të marrësh me vete Marin, gruan tënde, sepse ç'është ngjizur në të është vepër e frymës së shenjtë. Pra, që nga ky moment Josifi e merr me gjithë zemër dhe shpirt kujdestarin ndaj Vigjershës Zonjës Mari dhe e quan atë nëna e Zotit. Kjo përkujdesje do t'i kushtonte Josifit plakut, një lodhje, shqetësim, rrezik për jetën, por ai nuk tërhiqet dhe bën deri në fund detyrën e tij ndaj Zotit. Ai udhton me Vigjershën Mari shtatzan në Betlehem, përpiqet të gjejë një vend të mundshëm ku Vigjersha të lind birin e saj, shkon të gjejë mami, e çon në tempull foshën hynor, kur ishte 8 ditë dhe pastaj 40 ditë, dhe i vuri emrin dhe Isuit, sepse kryeëngjëlli i tha që ajo, pra Vigjeresha, do të lind djalë e do t'ia vësh emrin Isu. Ai mirëpret edhe barind, të cilët erdhën bashkë me magët duke adhuruar foshën hynor, po ashtu Josifi lajmërohet nga angjëlli Gabrieli, kryeëngjëlli pra, dhe shkon dhe i niset në Egjipt për të mbrojtur foshën hynor nga likësia, mania e Herodit. Ashtu siç na thuhet te Ungjilli sipas Mateut, merr fëmijën dhe nënën dhe shkon në Egjipt dhe rri aty derisa të lajmërojë, sepse Herodi kërkon fëmijën për ta vrarë. Qëndron në Egjipt dhe kujdeset për strehimin, mbrojtjen dhe ushqimin e djalit dhe nënës së tij. Mbasi të vdes Herodi, kthehet përsëri nga Egjipti ashtu siç urdhëroi angjëlli. Merr fëmijën dhe nënën e tij dhe shkon në vendin e Izraelit, sepse ata që donin të vrisin fëmijën kanë në vdekur. Pastaj ai vendosen në Nazaret e Galiles dhe aty vazhdon të kujdeset për familjen e tij, pra fëmijët që ai kishte me gruan e parë, por në mënyrë të veçantë për foshën hynor, Isuin, që ishte biri i Maris, dhe ai ishte kujdestar dhe i mëson Isuit edhe profesionin e vet, profesionin e marangozit. Prandaj Isui njihet nga bashkëkombësit e tij si biri i marangozit, e kemi tek Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 13, vargu 55. Shën Josifi jetoi edhe disa vite mbasi lindi Zoti Jezu Krisht, madje na thuhet kur Zoti Jezu Krisht mbushi moshën 12 vjeç dhe ai vajti në Jeruzalem për t'i kushtuar flin Perëndis, siç ishte tradita judaike sipas ligjit, atje vjen edhe Josifi dhe Maria, dhe kur Zoti Jezu Krisht fëmijë qëndron në tempull, Josifi dhe Maria e kërkuan për 3 ditë për ta gjetur dhe e gjetën mbas 3 ditës Isuin në tempull dhe ju tha edhe nënës tij, por dhe Josifit, që ishte plak, por ishte i shqetësuar, i lodhur për të gjetur Isuin, duke menduar se kishte humbur: pse më kërkoni, a nuk e dini ju që unë do të merrem me punët e atit tim? Dhe duket Josifi kaloi ndoshta edhe të 90-tat patjetër, dhe kështu duke pasur pranë edhe Isuin, fjalën e Perëndis bërmish, hylincën Mari, ai dha shpirtin tek Zoti. Dhe shkoi tek paraardhësit e tij në botën e të vdekurve për të pritur aty zbritjen e shpëtimtarit. Shën Josifi është shembulli i shërbimit, sidomos për ata njerëz të moshës së tretë, pra pleqt. Ai është duke na treguar se njeriu pavarësisht moshës së madhe dhe pleqërisë mund t'i shërbejë Zotit në vepra të mëdha, ashtu siç thotë dhe psalmisti.
I drejti është si një palmë e mbjellur anës ujit të vet, që jep pemë në çdo stin dhe nuk I tha fleta dhe çdo gjë që do ta bëj do t'i vej mbar. Kështu që edhe në moshën e tretë, siç ishte Shën Josifi, ne jemi thirrur për t'i shërbyer Zotit. Dhe vetë figura e tij është një frymëzim pra për gjyshet për këtë moshë të tretë, që ata nuk do të mendojnë se jeta mbaroi dhe tani duhet pushojnë të rinë përpara televizorit, të merren me turizëm ose të merren me lojra, me domino ose diçka tjetër, por duhet kujdesen për edukimin e nipave, besave tyre, për t'ju dhënë atë uratat, eksperiencën, shërbimin, që kështu pra të lënë një brez të mësuar me ligj e moral dhe me besim nga pas. Plaku Shën Josif është në antitezë dhe akuzë me gjithë ata të moshuar, pensionistë që e shikojnë jetën si një angari, pa një qëllim, duke vrarë kohën me gjëra të kota ose dhe me mëkate, duke menduar se tani që u plakëm, jeta po na kalon dhe duhet I bëjmë ato gjëra që nuk bëm në rini dhe fatkeqësisht e përmbushin jetën e tyre mëkatare dhe në pleqëri, pra si pleq qefli mund të them, dhe që kërkojnë të shijojnë mëkatin. Dhe në një moshë kur trupi I tyre, pasionet e tyre kanë vdekur. Po ja që mund vdes trupi, por pasionet dhe dëshira nuk vdes. Dhe fatkeqësisht këta njerëz e përmbushin të keqen dhe kanë një vdekje të papritur dhe humbasin përjetësisht shpirtin e tyre. Prandaj duhet pasur kujdes që mosha e tretë nuk është një moshë për të kaluar në apati ose në kotësi, aq më tepër në mëkat, por në shërbim. Dhe ata që nuk e keq përdorin moshën e tretë, pra që nuk pranojnë të bashkohen me Zotin, të shenjtërohen edhe nga pleqëria dhe të bëjnë shërbim, janë si ato pemët pa fruta. Shikoni çfarë na thuhet. Po të paullët do të jenë si kashta që I frynin ratutje, sepse Zoti një udhët e të drejtëve, po udha e të paullëve do të humbas. Por le të flasim për personazhin tjetër, mbretin David. Ne kemi folur për këtë edhe në të dielën para Krishtlindjes, kisha e kujtuar mbretin David, por ai kujtohet edhe në dielën mbas Krishtlindjes, sepse ati u premtua nga Perëndia, siç thash dhe në fillim të bisedës sonë, se nga brezi I tij, nga fara e tij do të vinte Mesia, Krishti, që do ta bënte të përjetshëm fronin e tij. Shikoni çfarë na thuhet tek libri I Kronikave. Unë do të zgjer një pasardhësin tënd që do të jetë një nga bitet tu dhe do ta konsolidoj mbretërinë e tij. Unë do të jem për të një atë dhe ai për mua një bir, dhe nuk do t'ja heq për krahën time ashtu siç ja kam hequr atit që të ka paraprirë. Unë do të bëj të qëndrueshëm për gjithnjë në shtëpinë time dhe në mbretërinë time, dhe froni I tij do të jetë I qëndrueshëm gjithnjë. Kjo ishte profecia që u tha Davidit, pra që froni I Davidit do bëhet I përjetshëm, ndryshe nga froni që u dha Saulit, por ai mëkatoi dhe ju hoq froni dhe ju dha Davidit. Por Zoti e pëlqeu Davidin, I pëlqeu zemra e Davidit, besnikëria e Davidit, dhe I premtoi se nga fara e Davidit do vinte Mesia, Krishti. Por fatkeqësisht Davidi dim se mëkatoi, nuk I qëndroi besnik Zotit, ai bëri dy mëkate të rënda, mëkatin e Kuroshkeljes, pra mori gruan Urias, një generalit të tij, por dhe mëkatin e vrasjes, sepse për të marrë gruan e Urias, ai e çoi Urian në front, në luftë, pra në ballë të luftës, dhe kështu Uria psoi vdekje. Dhe pavarësisht se Davidi mendoi se ishte në rregull me gjithë manipulimet që bërë, por Perëndia dërgoi profetin Natan, I cili e demaskoi Davidin për atë çfarë kishte bërë. Por Davidi, edhe pse u idhërua jasmase dhe kuptoi që Perëndia I kishte parë të gjitha, e kishte gjykuar dhe kishte dënuar, ai nuk u dëshpërua. Dhe dim që Davidi u pendua thellë, shumë ditë dhe e vuajti gjithë jetën këtë mëkat, dhe ai formuloi dhe atë psalmin e pendimit. Përdollyes përdolem o Perëndi, sipas përdollimit tënd të madh, sipas dëmshurive të tua të shumta, shuaje paullsinë time. Davidi I penduar I tha profetit Natan, kam mëkatuar kundër Zotit. Natan ju përgjigj Davidit, Zoti e ka hequr mëkatin tënd, ti nuk ke për të vdekur. Perëndia e fal Davidin dhe nuk e prish beslidhen me të, premtimi që I dha për Mesian, Krishtin, Zoti e mbajti, prandaj ëngjëlli I thot Josifit,
Josif, biri Davidit, mos ke frikë të marrësh për grua Marien. Po ky kryengjit Gabrieli tha Marias se ajo vinte nga fisi mbretëror i Davidit. Mos ke frikë Mari, se ke gjetur hir përpara Perëndis dhe ja ti do të mbetesh shtatzan. Dhe ish një djalë, do t'ja vësh emrin Jesu, do t'jeti i madh, do të quhet biri shumë të lartë, Zoti Perëndit do t'i jap thronin Davidit, atit të tij, dhe do të mbretërojë në shtëpinë e Jakovit për jetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë kurrë të sosur. Tham dhe në fillim të bisedës që edhe Josif vlerësori vinte nga fisi mbretëror i Davidit, nga gjenealogjia që na jepet tek Ungjilli sipas Mateut, por edhe Virgjëresha Mari tek gjenealogjia sipas Lukës vjen nga fisi mbretëror i Davidit. Kështu që përmbushet pra si te Josifi nga ana ligjore, por dhe te Virgjëresha Mari nga ana natyrale, që nga fara e Davidit, nga fisi i Davidit do vinte një mbret, që quhet dhe biri i Davidit, që do bënte mbretërinë e tij të përjetshme. Dhe këtu bëhet fjalë për Isu Krishtin që nga ana mishore, njerëzore, është nga fisi mbretëror i Davidit. Prandaj quhet Krishti edhe biri i Davidit. Me Josifin e drejtë, gjithmonë Virgjëresha Mari u përmbush premtimi që Zoti i tha Davidit pra se Mesia Krishti do të vinte nga fara e tij, tha. Dhe përveç Davidit kemi edhe një personazh tjetër që kujtojmë dhe të dielën pas Krishtlindjes. Ky është Shën Jakovi, vëllai i Zotit. Pse quhet Shën Jakovi, vëllai i Zotit? Quhet kështu sepse jo se është vëlla natyral, siç ne e sqaruam më sipër, por duke qenë biri i Josifit, me gruan e parë të Josifit, ai është vëlla ligjor i Isujt dhe kështu pra atëre kuptohet ajo çfarë thuhet në shkrimin e shenjtë, vëllezërit dhe motrat e Isujt. Ai ishte më i madh në moshë se Krishti dhe më i madh i bijve dhe vajzave të Josifit. Kështu që duke pasur këtë fakt historik, bie poshtë herezia që vëllezërit e motrat që përmendet si vëllezërit e motrat të Isujt ishin fëmijë natyral të Josifit dhe të Maris. Por duke qenë Jakovi më i madh në moshë se Krishti, sepse kemi dokumente historike, kemi sinaksarët e kishës, kemi fakte që kisha e ka rritur që nga koha apostolike, atëre ne dim që Isuji është biri i parë i Virgjëreshë Mari, por për ne është i vetëm lindur, atëre Jakovi duhet të jetë i dyti. Po pse Jakovi është më i madh në moshë? Sepse Jakovi ekzistonte, ishte kur lindi Zoti Jezu Krisht dhe u vendos në kujdesarinë e Josifit dhe në shtëpinë e Josifit. Pra, ky fakt hedh poshtë atë herezi që doli nga heretikët. Jakovi quhet vllai i Krishtit edhe për diçka tjetër, ai bëri drejtësi me Krishtin. Kur u nda prona e Josifit, pra kur Josifi vdiq dhe u largua nga kjo botë, do ndaj prona e tij. Por Jakovi duke quajtur Krishtin vëlla, dhe pse dinte që nuk ishte bir natyral i babait të vet, ai përsëri e quan Krishtin vëlla dhe thot vëllezërve dhe motrave që ne do ndajmë pjesë të barabartë me Isuin. Prandaj dhe ai quhet vëlla i Zotit, se bëri drejtësinë ligjore. Ai quhet Ovlia, hebraisht i drejtë, duke qenë i ngjashëm me atin e tij Josifin e drejtë. U jerotonis nga apostujt si episkopi i parë i kishës së Jeruzalemit dhe nderohej nga gjithë apostujt si shtylla e kishës. Fjala e tij respektohej nga apostujt dhe ai bën zgjidhjen e artë në sinodin apostolik për problemet se si duhet trajtohen paganët, që duhet zbatojnë ligjin e Mojsiut apo jo, por midis debateve që patën apostujt, foli i drejti që tha: "Prandaj unë gjykoj të mos i bezdisim ata nga jo e brend që të kthehen tek Perëndia, por të shkruhet atyre të heqin dorë nga ndotjet e illujve, nga kurvëria, gjërat e mbytura dhe nga gjaku." Pra ishte fjala e episkopit të Jeruzalemit, Jakobit, vllai i Zotit, që vendosi vendimin e sinodit apostolik për tek kombet. Ai shkruajti letrën e përgjithshme sipas Jakovit, që ka një karakter profetik dhe porosi morale shumë llojshme. Ai shkruan: "Besimi pa vepra është i vdekur." Dhe ai është formuluesi i misterit të Evçelis, dhe kemi në letrën e Jakovit se si duhen trajtuar të smurët nga kisha, pra duhet
thirrur pleqët e kishës, priftërinë pra, dhe të bekojnë vajin e ullirit dhe me këtë vaj të bekuar dhe shenjtëruar të lyhet i sëmurit dhe urata me besim do t'ja falë mëkatet, do ja shërojë sëmundjen. U martirizua Jakovi në vitin 62 pas Krishtit nga judenjt dhe kështu ai përfundoi si jero dëshmor, si episkop dëshmor. Dhe kështu pra Kisha ortodokse në këtë të diel mbas Krishtlindjes këndon: kremtërojnë lart në qiell Davidi mbret, profeti dhe vlerësori Shën Josif dhe Shën Jakobi peshkopi, që të tre Krishtin e kanë gjiri nga fisi. Pra me gaz e lavdërojmë dhe thresim: Isu Krishtit Perëndi, lavdim o ty o Zot i çuditërave. Pra është kjo shkurtorja e të dielës mbas Krishtlindjes. Dhe për të na treguar se këta janë persona të cilët kishin lidhje ligjore, por dhe fisnore me Isuin, siç ishte mbreti David, sepse thamë që nëpërmjet Virgjës Mari vinte Krishti si njeri nga fara e Davidit, por dhe ligjore kemi Josifin edhe Jakovin që quhet edhe vllai i Zotit. Të dashur me Krishtin, nuk na mbetet gjë tjetër veçse të urojmë përsëri një tjetrit për shumë vjet Krishtlindjen me ndërmjetimin e gjithmonë Virgjeshës Hylinte Zonjës Mari, Shën Josif vlerësorin, Shën Davidin mbret dhe Shën Jakovin vllain e Zotit. Amin. Miru takofshim në emisionin tjetër.